Yeah, autumn is my favorite season. I love the mild weather in autumn with the faint coolness and warm sunshine, especially at sunset. I love the subtle hues of autumn, especially the fiery red and golden yellow. It's different from previous years because I left the big city and came to a small village. There are no fancy streets here, crowded crowds and majestic buildings. Only gently flow the autumn streams, the blowing gently by autumn winds. The autumn scenery stretches on and on. Yeah, only those immersed in a ride of colors, autumn scenery and the village. Feels so wonderful, wake up on lazy morning, make a cup of my favorite latte on lazy afternoon, watching the leaves on the treetops quietly changing their colors and then fall with the wind. Time is so peaceful, the years are so peaceful, feels as if I've been here, feels as if I've never been here. Is quietly, quietly, everything seems to have happened, and yet seems never to have happened. Yeah, yeah. Autumn is my favorite season. I love the mild weather in autumn with the faint coolness and warm sunshine, especially at sunset. I love the subtle hues of autumn, especially the fiery reds and golden yellow. Feels so wonderful, wake up on lazy morning, make a cup of my favorite latte on lazy afternoon, watching the leaves on the treetops quietly changing their colors and then fall with the wind. Time is so peaceful, the years are so peaceful, feels as if I've been here, feels as if I've never been. Mirëmëngjes! Mirë se erdhët në një vlog të ri dhe mbi gjitha du t'ju uroj një muaj sa më të mbar, sepse sot është data 1 tetor dhe unë jam shumë e lumtur sepse kur vjen 1 tetori më duket sikur direkt kemi hyrë në atë periudhën e festave të vitit të ri, të Krishtlindjeve. Domethënë zyrtarisht kemi hyrë në periudhën më të bukur të vitit, 3 muajt më të bukura të vitit dhe unë jam shumë vetvetja në këto 3 muaj. Sepse janë 3 muajt që du më shumë, tetori është 100% vjesht dhe prandaj më pëlqen, nëntori është muaji im, sepse në nëntor kam lind, harrova tetori përveç se hyn 100% e vjesht, ka dhe një nga festat e mia më të preferume gjithë jetën, që është Halloweeni, ndërsa nëntori u thash kam ditëlindjen dhe dhjetori dihet më tani botërisht që e adhuroj dhjetorin. Unë gjithë vitin dhjetorin pres. Ja u them kështu, sinqerisht. Unë gjithë vitin pres periudhën e zbukurimeve, të shtëpisë, të atit ambientit relaksus në shtëpi, festave, ato mbledhjet me njerëzit që ne duam më shumë, qyteti zbukurohet, çdo gjë zbukurohet, njerëzit janë shumë më të lumtur dhe ju thash, tani këto 3 muaj besoj se do shifi një Kamil shumë më të lumtur dhe shumë më vetvetja se sa periudhën tjetër të vitit. Tani është mëngjes, unë jam vetëm në shtëpi, sepse Lori ka shku çoj Odi në kopësht dhe vetë shkoj në punë. Unë nuk dorja, nuk revizja, sepse në rast se dal, kur ikit e mami për shembull në mëngjes, unë nuk kthehem në shtëpi. Rri gjithë ditën te mami, më pëlqen shumë të rri aty dhe harroj pastaj të vi në shtëpi. Vi mas orës 4, mas orës 5 që i bjen që as mëngjes nuk kam bë, as drek nuk bëj dot. Pastaj shumicën e rasteve përfundojmë sepse na thrasin shokët tanë që dalim dhe dalim pastaj dhe i bjen që zim fare gjithë ditën në shtëpi. Dhe thash, sot po rri në shtëpi, me shumë mundësi nuk do dal. E shumë ta mund dal të marçunin dhe kështu. Tani kam nxjerr këtu ingredientët për petulla, do bëj petulla. Është e vërtet që jam vetëm edhe
E mira do ishte mos t'i kisha bo petullat, sepse të kisha lojnë dhe të çunin në shtëpi, do hanim të tre, po mu ka shku shumë ja kish për petulla. O do t'i bëj o s'ka, dhe do bëj goxha që edhe të ketë truj dhe një qik për lojnë në rast se vjen tani në mëngjes ose kur të vinë drek. Do haj drekë normale se unë sot do bëj dhe drek, po t'i kemi dhe ca petulla kështu vesh sepse nuk I dihet. Petullat kur nuk të shpifen dhe petullat kur nuk janë mjaftueshëm. Atëherë, këtu kam nxjerr 2 gota ujë me miell, 2 vezë. Do bëj një version pa qumësht këtë herë sepse jam duke kuptuar që qumshti po më shkatron stomakun. Dhe duhet ta heq, s'po them 100%, se 100% nuk e heqim dot, po do heq 80-90% do mundohem ta heq qumshin sepse po më fryn jashtëmase shumë. Jam fryn tek pjesa e stomakut, sikur kam shtu një 10 kg për një herë. Ja t'ja u tregoj. Shqipni këtë zonën këtu, më shfry jashtëmase shumë. Tani unë vërtet jam e shnosht, po jo kaq shumë sa jam fry këtë periudhë. Dhe po shifja ato përgjigje që më kishin dalë atëherë kur kam bo intolerancën ushqimore, që tek vendet e para ishte edhe qumshti dhe laktoza, kështu që do mundohem ta heq. Dhe siç ju thash, këto petullat, kjo receta është pa qumësht. E mira është kështu t'i bëjmë gjithë fakt pa qumësht, po kush të ka problem mund t'i bëj edhe me qumësht. Atëherë, siç ju thash, 2 gota ujë me miell, 2 vezë, 2 lugë gjelle vaj, një gjysëm lugë gjelle krip dhe një baking powder ose sot buke, vara ç'a keni. Tani të marr edhe tasin dhe rasen. Dhe do filloj nga puna, pak a shumë t'ja tregoj dhe ju se si do ta bëj, nuk është se është ndonjë recet kush e di se ç'a, nuk është se ka vështirësi ose kështu, besoj se është receta më e thjeshtë për të bë petulla, po që dalin të shijshme dhe shkojnë shumë me djath, ashtu siç e du, unë vdes petulla me djath. Mund taj pak nga fundi me çik mjalt, po në përgjithësi e du gjithmonë ta shoqëroj petullën me djath. Tani fillojmë nga puna dhe t'ju tregoj pak a shumë si do t'i bëj. Përshëndetje nga dita tjetër. Që thoni ju, ne dolëm sot në mëngjes, çuni në kopësht, pim kafen, bëm një 2 punë vogla me Lorin dhe thash unë po vinë në shtëpi sepse ka fillu ka ja 2 ditë që po bien shi dhe tani kemi hyrë atë periudhën e relaksit, atë periudhën e ngrohtësisë që don të rish në shtëpi dhe thash Lorën po ikin në shtëpi, por para se të vija po në ca pazare të vogla, sepse unë jam fiksu me shegët, se normale unë i adhuroj shegët dhe tani shqyqy që dolën, dhe aq duan, derisa të hikin unë nuk po shoj duke më sheg.
Dhe në fakt vetëm për shek shkova, po mora dhe gjëra tjera. Mora qep, 4 kokra. Zakonisht 4-4 i marr, se mundohem mos marr shumë, nga që më prishën. 4 qep. Do ta shkruaj fare për pjesën se sa të rita hap për të hellësh kjo. Mora hurma. Tani ajo zonja që i shet më tha që janë me fare, janë tëmbla, po të shoh tash. Ja, 4 hurma. 4 sheg, njona sheg është ta kokaine. Shisa shega. Edhe për këto më tha që janë shumë të mira. Ja, 4 kokra. Në zovër pres të qaj dhe të haj. Mora banane, sepse ne nuk rrim pa banane. Dhe qëndo, këto janë moll, po. Mora moll Fuji, sepse Fujit janë preferumet e mia. Dhe po mendoja që të bëj një ëmbëlsirë me moll dhe kanell. Mora dhe 4 pjeshka, mu duken të mira aty. Kështu që mora 4. Kam marrë dhe disa gjëra të vogla në supermarket, ja t'ja u tregoj. Mora një bukë integrale, sepse po ta keni vënë re, ne këtë përdorim. Një qumësht. Një Philadelphia. Një ato patosat, se ka rasën shpëmenja për këto. Dhe një Cola Zero. Sepse ullëm tani, masi të mbaroj punët dhe të gjona, dhe ullëm të shof në i film edhe Cola Zero dhe patos, perfekt fare. Po me që jam këtu, dhe me që me jeri një patos sot, po ja u tregoj. Kisha mendu t'ja u tregoj aty tek kërvati të dhoma ime që ja u tregoj zakonisht këto pakot, po me që jam, t'ja u tregoj t'y tek ambienti gatimit. Kam porosit 2 pulovra, të kështu, dhe më thënë, nuk mund t'i qush pulovra se janë më shkurtra, po janë të trasha dhe tip oversize, sepse kështu i vesh me streqe. Ju kam thënë që unë në dimër kështu vishem gjithmonë streqe, pulover ose hoodie, ose bluze kështu gjërë oversize, edhe aksat dhe jam shumë rregull. Këtë jam marrë në fakt numër goxha të madh. Sa, që numër është këtë shi? Kjo thot lëja këtu, por që ka prerje goxha të madhe. E do më rri goxha e gjërë, si që duhen. Kështu me vija, e kombinushme. Mora edhe këtë tjetrën. Kjo me sa dim shumë më në gjata. Po. Mora edhe një të barë, thjesht. Me më në gjata. E mora kështu thjesht pas i gjohë, sepse kombinohet më kollaj. Po kjo qa mas është? Nuk e shkon se qa mas është, po edhe kjo ke lëja duhet jetë. Ke lëja prerje kështu oversize. Tani t'i fus t'i lajun këto, sepse me që u ftof koha do fillim t'i përdorim. Dhe gjithashtu do laj dhe fruta që t'i vendos të vendi vet, edhe këto t'i fus frigorifer, këta fus këtu ku i fusim bukën. Edhe jemi okej.
se ta mbyll këtë video. Dhe mi që dola shpar mora çunin dhe më morën në telefon 2 posta, po ju tregoj se çfarë më erdhën. Një post ishte nga Temuja dhe një tjetër nga Perla Baby Shop, nuk e di si e ka kjo, që kam porosit kanatiere dhe për mamat që edhe pse i kam bebet, fëmijë domethënë, se unë edhe kam 3 vjeç që gjysmë quhet më beb, po që i kam fëmijët e vegjël dhe dun akoma t'i veshin kanatiere në form body, si puna ime, sepse unë kam shumë bezdit i vesh kanatiere normale dhe t'i dali kurrizi. I gjeni tek Perla Baby Shop e ka emrin. Dhe unë mora 4 copë. 4 copë të njëjta, sepse modelet e tjera ishin për goca, për çuna ishin vetëm këto kështu, dhe janë shumë të mira, material shumë i mirë, janë elastike, hapen dhe me 2 susta këtu. 4 copë mora, t'i kem. Do i gjej edhe disa të bardha do t'i marr. Unë po shpejtoj sepse po mpret Lori poshtë, do nisem për në Tiranë. Po paja treguar nuk doja ta mbyllja dhe dua që ta mbyll që ta editoj dhe ta postoj. Ndërsa këto që po ju tregoj tani janë 2 blerje që më kanë ardhur nga Temuja. Janë këto tutat. Tani këto nuk janë ashtu dhe cope siç u duknin, janë goxha të holla dhe nuk është se janë cope mirë me thënë drejtën. Po gjithsesi, në rast se më vinë mirë, do t'i provoj, do t'i mbaj, në rast se jo do t'i fal. Këtë dizenjon e leopardit e ka shumë të bukur, po copa është skandaloze. Po hajme me që ma dha mundësin Temuja të porosisja disa rroba, sepse unë rroba nuk marrë këtë Temuja, po bëra një si tip bashkëpunimi me Temun edhe porosita këto dhe këte. Kjo më pëlqen, deri diku është e pranueshme, po copa këtyne reale duket momenti që do ta lajm. Po gjithsesi kështu ka ngjyrën shumë të bukur dhe është kështu me lidhse, si këto që kanë dalë mod tani. Dhe kam dhe disa, domethënë, përveç këtyre dyjave kam dhe një nga këto robotët që pastrojnë shtëpinë, që mi ka dhënë Temuja, dhe një dekor për Halloween. Kam porosit e gjëna tjera me lekët e mia, gjëna kështu të dhëqe për shtëpi, po këto i kam nga Temuja. Dhe kemi sinqert nuk është se kanë në i kualitet kush e di se qa, po ma të çmime që janë, këto Temus nuk duhet kemi naze. Tani, unë po e mbyll, faleminderit shumë që më ndoqët, jeni shumë të mirë dhe shihemi kismet tek video rallës. Ju puç fort.